Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me javën nga data 10 deri në datën 16 mars. Është një javë e fortë, një javë shumë e rëndësishme, sepse kemi edhe eklipsin, që është një eklips i vështirë, hënor. Gjithsesi, unë kam folur te 2 videot e kaluara, ju mund ta ndiqni, mos neglizhoni me ato 2 video, sepse aty thuen shumë gjëra në lidhje me eklipsin, që do t'ju shërbejnë për periudhën e mëvonshme. Gjithsesi, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Atëherë tham që është një javë intensive, ku përfshihet edhe eklipsi hënor, dhe kjo javë do kemi përfundimin e marrëdhënieve toksike, për gjithë ata që janë në njohje, në lidhje ose në marrëdhënie toksike, dhe këtu flasim jo vetëm në lidhje me dashurinë, por edhe në lidhje me anën tuaj profesionale. Do jetë ky eklips do t'ju detyroj që të shihni një realitet më të ashpër, që mbizotëron në marrëdhëniet tuaja personale por dhe profesionale. Kështu që ju do merrni vendime të rëndësishme që do të çojnë edhe në ndarje, dhe këtu flasim do ketë ndarje në marrëdhënie, por mund të ketë ndarje edhe nga ana profesionale në lidhje me bashkëpunimet që ju keni pasur për të krijuar bashkëpunime të reja. Është një rrugë e vështirë, por thjesht duhet bërë durim që ju të harrini ato ndryshimet e nevojshme që doni në jetën tuaj. Më së shumti do preket shenja e binjakëve, shenja e virgjëreshës, shenja e shigjetarit dhe shenja e peshqve, që janë në fillimin e 10 ditëshit të tretë. Kështu që ju do përballeni me disa pengesa, me vonesa në marrëdhënie me partnerin, me kolegët tuaj, ose do jetë një periudhë që do ngurtësoheni pak. Ndërsa për të lindurit në pjesën e parë të 10 ditëshit të parë, për shenjën e dashit dhe të demit, ju do keni disa lajme të pakëndshme që do shkaktojnë disa ndryshime të papritura në menaxhimin e financave tuaja, por dhe nga ana emocionale. Ndërsa të lindurit në fillim të 10 ditëshit të tretë, që janë shenja e demit, shenja e virgjëreshës dhe shenja e akrepit, por dhe peshqit, ju do keni mundësi për të promovuar qëllimet dhe dëshirat tuaja nga ana profesionale. Të lindurit në 10 ditëshin e parë të shenjës së dashit, gafores, peshores, por edhe britsjapit, ju do keni ribashkime dhe rikthime të njerëzve që kërkojnë një shans të dytë nga e kaluara juaj. Dhe këtu flasim, jo vetëm në lidhje me dashurinë, mund të jenë persona që ju keni pasur një lidhje ose një marrëdhënie në të kaluarën në lidhje me dashurinë, por mund të jenë dhe persona nga e kaluara që rikthehen, mund të jenë familjes tuaj, për një pjesë tjetër nga ana profesionale, kolegë ose kolegët tuaj, ose një punëdhënës që do rikthehet për t'ju kërkuar. Dhe kemi përsëri që ju do fitoni atë brenda vetes, një fuqi, do shëroni plagët dhe atë vetbesimin tuaj gjatë këtij eklipsi, sepse data 10 deri në 16 është eklipsi që ndikon edhe fillon ndikimet e veta dhe më përpara. Gjithsesi, ju do rrisni fitimet tuaja, do mendoni se si të rrisni fitimet tuaja financiare, dhe këtu do ndikojnë më tepër shenja e dashit, e peshqve, do preken, por më tepër do jenë ata që janë gati fundit të 10 ditëshit të tretë, do keni shpenzime të jashtëzakonshme, por ndërkohë ju do zbuloni se partneri juaj mund të ketë bërë shumë shpenzime të panevojshme gjatë kësaj periudhe, dhe ju nuk do jeni dakord me këtë problem që do lindi midis jush. Disa prej jush mund të keni mbajtur lidhje të fshehta, ose është një moment që do ekziston rreziku që të reklamoheni nga këto lidhje të fshehta ose të ekspozoheni. Ndërkohë këtu është edhe shenja e dashit, por dhe e demit, dhe janë më tepër të lindurit në 10 ditëshin e dytë që do preken më tepër, por mund t'ju bëjnë edhe prapaskena në vendin e punës. Kështu që duhet keni kujdes, ose edhe në lidhje me kolegët tuaj. Dhe është një periudhë ku edhe Mërkuri do bëj një aspekt me Venusin të shenja e dashit, dhe
do sjellë ribashkime të njerëzve me të cilët keni pasur marrëdhënie në të kaluarën tuaj. Që ju do të jepni një shans të dytë, do bëhet një ribashkim, por mund të jenë dhe ribashkime profesionale, që ju do t'i rishikoni përsëri për të negociuar me këto bashkëpunime që keni pasur. Është një javë ku do t'ju detyroj që të mendoni për të hequr dorë nga disa njerëz që mund t'jenë negativ, ose edhe për të ndryshuar rrugën e karrierës tuaj. Do zbukuroni hapësirën tuaj te vendi punës, por ndërkohë ju mund të keni dhe do zbukuroni hapësirën tuaj të punës ose edhe në shtëpinë tuaj. Është edhe kjo si mundësi. Gjithsesi, duhet keni kujdes se mund të shkaktojnë edhe disa debate me partnerin, me partneren tuaj, ndoshta do keni këndvështrime të ndryshme në lidhje me njëri tjetrin ose me situata të ndryshme që mund të keni. Dhe këtu do preket më tepër shenja e dashit, shenja e gafores, shenja e peshores dhe shenja e britsjapit, por janë të 10 ditëshit të dytë, ose më tepër në fund të 10 ditëshit të dytë. Do mësoni disa informacione që do t'ju befasojnë, do jenë informacione të pakëndshme, por gjithsesi do ketë dhe zbulime të reja të pakëndshme, dhe ju do mundoheni që t'i zgjidhni këto situata ose të ndryshoni mënyrën se si trajtoni ato. Por dhe shpensimet shtesë dhe të rastishme që do dalin gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi, është një javë plot do keni dhe kontrata, marrëveshje profesionale që do jenë shumë të rëndësishme gjatë kësaj jave. Është një javë mirë mund të themi, por ka dhe ato sfidat e veta. Gjithsesi, do kaloni dhe vështirësi në lidhje me arritjet e qëllimeve tuaja, dhe kjo do vi për shkak të arsyeve të jashtme, të faktorëve të jashtëm. Do ketë vonesa, do ketë mungesë në komunikim me njerëzit në vendin tuaj të punës që edhe mund t'ju dëshpërojnë pak, por gjithsesi do keni një lodhje fizike, lodhje psikologjike, dhe një ndjenjë sigur do t'ju mbyti diçka, por nuk do jeni në humor në lidhje me kërkesat tuaja të përditshme. Gjithsesi, në këtë do të preken më tepër shenja e virgjëreshës, e binjakëve, shigjetarëve, e peshëve që është në fillim, në javën në 10 ditëshin e parë më tepër. Por edhe të 10 ditëshit me hënën e plot do preken edhe të 10 ditëshit të tretë më shumë. Gjithsesi, është një javë ku ju do bashkoheni dhe me njerëz tuaj, do ndjeni më të organizuar, ndoshta me njerëz të afër që do t'ju japin gëzim, do t'ju japin kënaqësi, por do keni ndryshime të rëndësishme në qëllimet tuaja të përbashkëta në lidhje me gjithçka. Është një eklips që un kam folur thash edhe te eklipsit, kjo është thjesht më tepër për pjesët e tjera të javës, që do mbizotrojnë shumë edhe pjesa e zhgënjimeve, një lloj trishtimi, një zemërim që do dominoj gjatë kësaj periudhe. Ndërprerja e marrëdhënieve, bashkëpunimeve profesionale është një kusht i domosdoshëm gjatë kësaj periudhe. Dhe këtu flasim për gjithë ata që kanë pas problematika në lidhje me marrëdhëniet e tyre. Megjithatë do merren vendime të rëndësishme, edhe pse mund t'ju dëshpërojnë pak, por kjo vjen që dielli të lindë dhe ju të bëni ndryshimet e nevojshme në lidhje me situata të ndryshme që mund të keni. Dhe këtu do preken më tepër binjakët, virgjëreshët, shigjetarët, peshqit në 10 ditëshin e tretë, dhe do kemi aktivitete të reja, ju dëshironi të filloni të bëni diçka me të afërmit tuaj, ndoshta është edhe fest, se data 14 vërtet është eklipsi, por kemi edhe ditën e verës, ku ju do bashkoheni me njerëzit tuaj. Ndërsa për një pjesë tjetër, ju do merreni me zyrat, me taksa të ndryshme që mund të keni, burime që ndani me persona të tjerë, me qëllimet tuaja profesionale, ose me një sukses, me një potencial, me njerëz që janë në pozicione kyçe, në pozicione të rëndësishme. Dhe këtu preken më tepër, kemi shenjën e virgjëreshës, akrepit, peshqve, që preken më tepër dhe janë të 10 ditëshit të pari biem tepër. Dhe këtu fillon kemi dhe retrogradin, që është
në shenjën e dashit, kështu që do keni, që është në datën 15 mars, kështu që ju do keni kontakte me njerëz që keni për një kohë të gjatë, marrëdhënie profesionale, personale, që do dalin në pa, por gjithsesi kemi dhe Venusin, Merkuri dhe Venusi janë në retrograd, kështu që do lëvizim pranë njëri tjetrit. Dhe këtu do ndikoj shumë në lidhje me fushën e komunikimit, të dashurisë, por dhe të bukurisë, të aktiviteteve tuaja profesionale ose edhe personale. Dhe këtu do ndikojnë më së tepërmi të 10 ditëshit të dytë, Dashi, Gaforia, Peshorja, Briciapi. Gjithsesi, secili ka hartën e tij personale, varet ku keni ascendenten, ku keni dhe si ndikojnë, ju duhet shihni dhe shenjën ascendente. Gjithsesi, ju ftoj të dëgjoni videot për eklipsin, sepse janë shumë të rëndësishme ato që themi për eklipsin e datës 14. Dhe unë të shoh se çfarë thot taroti në lidhje me këtë javë. Ju shoh që mbylli një cikël të vështirë dhe këtu kemi të bëjmë me shenjën e shenja e Virgjëreshës, Demi, shenja e Akrepit dhe shenja e Luanit. Ju mbyllni një cikël të vështirë për të filluar një cikël të ri të lumtur. Gjithsesi, ju shoh që ju mungon një dashuri, ju mungojnë parat, ndjeni të lodhur fizikisht, por ndërkohë keni nevojë edhe nga ana shëndetësore për të bërë një kontroll, një check-up ose diçka tjetër. Një pjesë prej jush ju shoh pak të mbyllur, ose një person përballë ju shtregohet pak i mbyllur në lidhje me anën ekonomike, me dashurinë, dhe këtu flasim për një person që jeni në njohje, në lidhje ose në marrëdhënie, ndërsa në rastin tjetër dikush një energji maskullore se një person do marri disa para dhe do jetë duke ju mbështetur në lidhje me një investim ose me disa kursime që ju dëshironi. Gjithsesi, shoh që do merrni disa para gjatë kësaj jave, por ndërkohë mund të investoni diku në një biznes, në një punë, nga ana profesionale, mund të investoni për fëmijët tuaj, mund të jetë një investim në shtëpinë tuaj, mund të jenë blerje online, mund të merrni çfarë investimet që ju dëshironi të bëni. Por ndërkohë për një pjesë tjetër do jeni duke hequr dhe disa kursime. Dhe shohim në mbylljen e këtij cikli të vështirë, dhe kemi energji të shenjave të zjarit. Ju çliroheni nga situata që ju kanë lodhur deri tani. Dhe këto mund të jenë situata në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën tuaj, nga ana profesionale, me marrëdhënie të ndryshme profesionale, shoh që çliroheni për të bërë një fillim të ri. Ju e mbyllni një cikël të vështirë, të vështirësive dhe lodhjes që keni kaluar deri në këto momente. Dhe këtu bëhet fjalë edhe për 4 energji të shenjave që tham. Dhe kemi fillime të reja. Ju shoh që do filloni gjithçka nga zerua, por ndërkohë, këtu kemi energjinë e shenjës së Demit, do filloni gjithçka nga zerua, ju do doni të rrezikoni, të riskoni në lidhje me një fillim të ri, mund të jetë një njohje re, mund të jetë një punë e re, një investim i ri, ose për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me studimet, me shtëpinë, me dokumentat, mund të merrni situatat nga më të ndryshmet. Dhe çfarë do ndodhi? Dhe ju shoh shumë entuziast, do ndjeni shumë të kënaqur me veten tuaj, do jeni festiv, do merrni lajme të mira. Dhe këtu kemi energji të shenjave të ujit, por përfshihen dhe të gjitha këto energji që folëm më lart. Shumë lajme, shumë emocione në lidhje me fillimet e reja që do bëni, një shtatzani për një pjesë tjetër. Gjithsesi do jetë ju mund të hyni në një dashuri, në një lidhje të re, në një punë, një projekt, një bashkëpunim që do t'ju sjellë shumë kënaqësi. Do t'ju çliroj, por do t'ju bëj që ju të ndjeni mirë me veten tuaj. Dhe shoh një fitore, një sukses. Këtu kemi energji të shenjave të zjarit. Një fitore, një sukses. Ju mund të jeni dhe në udhtime, mund të jenë udhtime të shkurtra ose të gjata për një pjesë prej jush. Por do jeni të suksesshëm në lidhje me fillimin e një njohje të re, në një dashuri, të hyni në një lidhje të re. Për pjesën tjetër në një projekt, në një bashkëpunim, ose ju edhe mund të argëtojni gjatë kësaj periudhe dhe kjo gjë t'ju bëj që ju të ndjeni mirë. Ndërkohë, mund të keni mbështetje edhe nga persona të tjerë,
dhe kuptohet, keni mbështetje nga persona që ju duan, por mund të jenë persona ziliqar rreth jush, por ju do ndjeni mirë me sukseset që do arrini gjatë kësaj periudhe. Dhe kemi energji të shenjave të tokës, nuk e di gjithsesi këto janë të përgjithshme, ju do ndjeni të pakënaqur, ju mungon një dashuri, ju mungon ndoshta bëni shpenzime dhe ngeleni me pak para në përduar, mund t'ju ndikoj dhe mungoj dhe ana ekonomike, parat. Në rastin tjetër duhet keni kujdes me shëndetin tuaj gjatë kësaj periudhe, kujdeseni për shëndetin, por shoh një lodhje fizike të madhe. Duhet keni kujdes në lidhje me shëndetin. Ajo është gjëja më kryesore. Ndoshta gjitha këto situata ju kanë bërë që ju të keni probleme me shëndetin. Dhe ju shoh, keni nevojë të qetësoheni. Dhe këtu kemi energjitë shenjave të ajrit. Ajër tokë mund të jetë edhe një bashkëpunim, një bashkëveprim, por ju keni nevojë të merrni një pushim për të menduar se si do të jepni drejtim gjërave që ju doni. Në qoftë se ju mungon një dashuri, atëherë ju duhet jepni fund kësaj gjëje për të kërkuar diçka të re. Në qoftë se një marrëdhënie nuk shkon, atëherë ju duhet jepni fund, sepse ju shoh që ndjeni shumë të lodhur. Ndoshta flasim për atë pjesë që marrëdhëniet mund t'i kenë në faza të tilla, jo për pjesën tjetër. Për pjesën tjetër mund të ndjeni të lodhur fizikisht, keni nevojë për një pushim, duhet kujdeseni për shëndetin tuaj, por ndërkohë të mendoni se si t'i jepni drejtim situatave. Në lidhje me gjithçka. Këto situata mund të jenë në lidhje me shtëpinë, me punën, me familjen, me fëmijët tuaj, mund të ketë lidhje edhe me pjesën e dokumentave për një pjesë tjetër. Dhe kemi energjinë e shenjës së Akrepit, është karta e vdekjes që ka planet Plutonin. Kjo tregon që ju do të jepni fund. Dhe thash dhe më përpara që ndjeni shumë të lodhur. Do të jepni fund situatave që nuk ju shërbejnë më. Në qoftë se një njohje, një lidhje ose një marrëdhënie nuk shërben më, atëherë është fundi i kësaj marrëdhënie ose njohje. Në rastin tjetër, në qoftë se në një ambient pune ju nuk ndjeni mirë dhe nuk funksionon më, atëherë ju do të jepni fund sepse shoh që ju presin surpriza pafund. Mund të jenë surpriza në dashuri, mund të jetë një njohje re, një lidhje re. Në rastin tjetër mund të jetë një punë e re, një bashkëpunim i ri, ose për një pjesë tjetër që mund të kenë lidhje me dokumentat, mund të jepni disa situatave që ju kanë lodhur, do të jepni fund dhe shoh që këtu ju presin surpriza pafund për të bërë diçka më të mirë. Në qoftë se diçka ndodh për të përfunduar, atëherë kjo përfundon për të ardhur diçka më e mirë në jetën tuaj. Dhe çfarë surpriza keni? Ju shoh që merrni vendime. Kemi energjinë e shenjës së Peshqve. Ju do merrni vendime të rëndësishme gjatë kësaj periudhe. Një pjesë prej jush mund të ketë lidhje me një person që nuk keni komunikim, me distancime emocionale, që mund të keni në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër mund të jetë një person në distancë dhe ju mendoni që të merrni një vendim ose mund të merrni vendime në lidhje me punën tuaj, me anën tuaj profesionale, por dhe me situata të ndryshme që mund të keni, tham në lidhje me dokumentat, në lidhje me një person të caktuar që mund t'ju mungoj ose edhe me anën ekonomike. Dhe shoh, në lidhje me këtu kemi energjitë shenjave të ujit. Për shenjat e ujit do merret një vendim. Ju keni një takim me një person. Shoh që ju mund vendosni dhe kuror gjatë kësaj periudhe, mund të jetë një bashkëjetesë, një fejesë, një martesë. Në rastin tjetër, ju merrni vendime në lidhje me punën për të hyrë në bashkëpunime, në partneritete të ndryshme që ju dëshironi të hyni gjatë kësaj periudhe, ose ju do keni lajme të mira. Në rastin tjetër mund të jetë edhe një person dashamirës që ju do ndiheni mirë me këtë person. Dhe vazhdojmë shohim energjia e shenjave të tokës përsëri. Ju do merrni disa para. Ju shoh që tregoni shumë të mbyllur në lidhje me dashurinë, me njohjet që keni, me lidhjet ose marrëdhëniet. Në një rast, në rastin tjetër, në lidhje me punën tuaj do merrni shumë të konsiderueshme parash. Edhe pse shoh që disa prej jush mund të kenë
mund t'ju mungoj një person, mund t'ju mungoj ana ekonomike, por ju do t'jepni fund këtyre situatave, se doli karta e vdekjes që jepni fund dhe ju shoh që do harini të investoni diku gjatë kësaj periudhe, të merrni një shumë të konsiderueshme parash. Në një rast do hiqni kursime, në rastin tjetër mund të jenë investime me fëmijët, investime në shtëpi, ose ju do investoni në një biznes, në një punë, në një partneritet ose në një projekt që keni. Dhe ja ta shohim, ju shoh që do t'i lini mbrapa të gjitha vështirësitë që keni kaluar në jetën tuaj. Dhe këtu shohim që ju do mbështeteni në këmbët tuaja për të ecur përpara. Por ndërkohë ju shoh që keni kaluar vështirësi, këtu kemi dhe shenjat e ajrit, por ka ardhur momenti që ju t'i lini mbrapa, t'jepni fund këtyre vështirësive dhe do mbështeteni te vetja juaj, te forca dhe te energjia juaj për të ecur para. Dhe këtu flasim, ju mund të keni kaluar vështirësi në lidhje me dashurinë, mund të keni kaluar vështirësi në lidhje me punën, nga ana ekonomike, ose për një pjesë tjetër tham edhe në lidhje me dokumentat ose me fëmijët tuaj, dhe ju shoh në një pozicion mbretëror. Kemi përsëri energji të shenjave të tokës, ju keni eksperjenca, do mendoni shumë seriozisht gjatë kësaj periudhe, si në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, por ndërkohë ju shoh që ju do merrni mbështetje nga një energji femërore. Është një person që edhe pse ju shoh në një pozicion shumë të mirë ekonomik, shenjat e tokës, dilni nga këto situata të vështira dhe shoh që keni kaluar shumë, ju do harini ose të merrni disa para sepse ju bie përsëri, ose ju do harini të stabilizoni ose të menaxhoni më mirë anën tuaj ekonomike, duke u kujdesur në lidhje me financat tuaja ose me parat tuaja. Por këtë mund ta merrni dhe në situata të ndryshme, dhe kemi energjinë e shenjës së demit, por kemi dhe energji të shenjave të zjarit këtu, sepse është një ndërveprim midis këtyre shenjave. Ju shoh që do lini mbrapa problemet që keni kaluar shenjat e zjarit, por dhe demi në të kaluarën tuaj, dhe do t'regoni shumë të kujdesshëm në lidhje me gjithçka. Por ndërkohë shoh që ju keni një person, është një person që ju vrojton gjatë gjithë kohës, është një person që do të di për ju, ndoshta ju vrojton pak në mënyrë të fshehtë dhe ky person mund të jetë një person që ju mendoni seriozisht për të hyrë në një njohje dhe ju tregoni shumë të kujdesshëm me këtë person. Në rastin tjetër mund të jetë që ju dëshironi të lini mbrapa vështirësitë në punën tuaj, në karrierën tuaj ose projekte të ndryshme, për të ecur përpara dhe për të bërë ato ndryshimet e nevojshme, por shoh që mund të keni persona që ju vrojtojnë gjatë gjithë kohës në lëvizjet tuaja ekonomike, profesionale që mund të keni, por dhe në lidhje me dashurinë. Dhe ju shoh fati do t'ju ndihmoj. Këtu kemi energjinë e shenjës së shigjetarit, më falni, kemi shenjën e peshores dhe kemi dhe shenjën e demit përsëri. Ju do arrini t'i kaloni këto vështirësi, do të çoni gjërat para sepse fati do t'ju ndihmoj për të çuar gjërat para. Te rrota e fatit kemi energjinë e shenjës së akrepit, energjinë e shenjës së virgjëreshës, energjia e shenjës së luanit dhe energjia e shenjës së demit përsëri. Shoh që fati do t'ju ndihmoj. Fati do t'ju ndihmoj të çoni para njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër të çoni para anën tuaj ekonomike, sepse shoh shumë fort që ju po kujdeseni shumë për anën ekonomike, për investimet që ju do bëni, por edhe për punën tuaj, për karrierën tuaj. Gjithsesi është shoh fillime të reja, kemi energji të shenjave të ujit, por ndërkohë shoh energjia e shenjës ujorit, ju do realizoni diçka dhe kjo ka lidhje me një rikthim. Kemi përsëri shenjat e ujit këtu. Dhe këtu flasim, mund të jetë një fillim i ri në dashuri dhe ju do harini ta realizoni këtë. Nuk do të thotë pse është energjia e shenjave të ujit. Kjo është për gjitha shenjat e horoskopit. Ju do harini të realizoni për të hyrë në një lidhje të re, në një rast tjetër, një lloj rikthimi nga e kaluara, një person nga e kaluara.
Për një pjesë tjetër, ju do merrni lajme të mira për të realizuar diçka në lidhje me punën tuaj, ose nga ana ekonomike, ose me dokumenta dhe në situata të ndryshme që jeni, ndërsa për disa të tjerë ka rikthime të personave nga e kaluara. Dhe këtu nuk flasim vetëm në lidhje me dashurinë, mund të jetë një person që rikthehet tek ju, dëshiron ndoshta të jepni një shans. Në rastin tjetër mund të jetë rikthimi i personave të ndryshëm që ju keni pasur marrëdhënie dhe mund të jeni shkëputur deri në këto momente. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje dhe me një punë, me fëmijët tuaj. Mund të rikthehen fëmijët tuaj tek ju. Ose për disa të tjerë është një person nga e kaluara, mund të jetë një marrëdhënie miqësore, mund të jetë ka lidhje me kolegët, me një punë, ose edhe me anën ekonomike, por gjithsesi shoh një realizim, lajme të mira, çlirim shpirtëror. Ne do marr dhe një mesazh nga angjëjt për të parë se çfarë ju thon për këtë javë. Dhe kemi pesën e kupave në fakt, ju do lini mbrapa një lloj trishtimi, humbjet që keni pasur në të kaluarën tuaj, thjesht mos u përqendroni në këtë pjesë sepse është një periudhë që doni ju do të jepni fund kësaj situate, për të parë mundësitë dhe ofertat që do t'ju vinë. Dhe këtu flasim, thot që lërini mbrapa këto gjëra, thot sepse po vinë shpresa të reja. Nuk shikoni me qartësi në situatën që ju ndodheni. Mos qani thot për gjërat që keni humbur në jetën tuaj, sepse keni mundësi dhe oferta pa fund. Dhe këtu flasim, në qoftë se ju keni humbur një njofje, një lidhje, një marrëdhënie, atëherë mos qani, sepse keni mundësi dhe oferta, keni fillime, njofje të reja. Keni oferta në lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike. Gjithsesi, është një periudhë që do të jepni fund këtyre situatave për të parë mundësitë që ju jepen në jetën tuaj. Dhe unë do marr dhe një tjetër për ta saktësuar. Dhe shoh kemi 4 e shkopimve, kemi energji zjarri, shoh takime në lidhje me pjesën e personave që janë në njofje ose do bëjnë njofje të reja, shoh shumë festime, por ju do hidhni themele të forta në lidhje me dashurinë, me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Është një moment, por dhe në lidhje me familjen tuaj, sepse thot, është një moment i mirë me familjen tuaj, do me thënë, me familjen, ku flasim familjen, është familja e vogël, familja e madhe, marrëdhënie të ndryshme familjare që mund të keni. Dhe thot fati, thot, është një zgjedhje, sepse fatin e keni në anën tuaj, thot. Gjithsesi është një kartë që tregon festime, takime, tregon ju do hidhni bazat forta ose themelet forta në lidhje me dashurinë, me njofjet e reja që do bëni në një rast, në rastin tjetër në lidhje me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Ju shoh në festime dhe kjo është gjë shumë e bukur. Gjithsesi, kjo ishte java për ju. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, atëherë dëgjojmë në video të radhës.